Do na po fillojmë edhe një herë faleminderit shumë. Ndoshta ka qenë keq kuptim me fillim, ose keq kuptimi I nga ana juaj ose mos sqarjen për jonës tu, ne jemi mundu që këtë takim ta mbojmë me gazetarët e cilët e përcjellin ekonominë, me qëllim që të informohen drejt të saktë ato paqartësi që kanë mujtë me kohën në raportet konsultative, në mujtë mi transmitu të ju, që ju pastaj në mujtë mi transmitu të konsumator. Dhe kemi dorë që për shkak të lehtësisë, mënyrës komunikimit që takimi mos me qenë I gjuhur, mirë po, me insistimin e juaj, takimi I detyrizuar, nuk është asnjë problem, zëreja nuk ka asnjë gjë që e ka për qëllim në mshirë. Këtu I kemi paraqitur ndikimin kryesor që këto përshtatje të rregullta kanë ndiku me vlerat e tyrave të livune maksimale që stafi profesional I zëres I ka prezentuar në raportet konsultative e për cilat është ka diskutuar. Do të thotë, në figurë shihet që në vitin 2024 rregullatorin ka parashikuar një çmim të blerjes së energjisë elektrike për import për FSHU për 97.79 euro. Ndërsa në fund vitit ka realizuar që çmimi mesatar I ponderuar I realizuar I importit është 181.34 euro. Do të thotë ky është një dallim. Domethënë konsumatorët gjatë gjithë vitit 2024 kanë paguar me 97.79 cent, ndërsa në realitet çmimi ka qenë 181.34 euro. Do të thotë që është një gabim teknik. E di, do ta 37 milion është. Do ta përmirësoj që është gabim teknik. Do ta përmirësoj se përmirësoj më herë po si s'ka marrë. E di që është gabim teknik, po atencoj se është gabim teknik në sportimin që ta bën 37 milion. Do thotë ky dallimi, domethënë që ky gapi që është ndërmjet vlerës së parashikuar dhe vlerës së realizuar, rregullatori ka për obligim në përshtatjet të rregullta vjetore duhet mu njoftë si kosto e shkaktuar. Shihet që këtu e kemi edhe së njëjtë është, shkojmë te operatori I sistemit të shpërndarjes. Operatori I sistemit të shpërndarjes domethënë blen energjinë elektrike vetëm për mbulimin e humbjeve në sistemin e energjisë, nuk ban tregtim tjetër. Çmimi mesatar të cilën rregullatori e ka miratuar gjatë përshtatjeve të vitit 2024 është vlerësuar të jetë 96.13 euro, ndërsa në realitet në fund vit ka ndodhur 147.75 euro. Ndërsa ky grafiku tjetër shet dallimin ndërmjet prodhimit të realizimit dhe vlerës së importit në raport me rregullatorin që ka miratuar. Do të thotë, në tregjet e energjisë elektrike ndodhin lohatje të çmimeve. Rregullatori çdo vit parasheh një çmim, siç e ka parakohë edhe si vjet për vitin 2025, mirë po, nuk është nën kontrollin e rregullatorit, po as nën kontrollin e të licencuarve që me kont njëjta çmime që parashikojmë ne për shkak se tregu e dikton çmim, aty ku blejmë energji na, domethënë ka lohatje të çmimeve, në muaj është më shumë se sa që kemi leju na, në muaj është më pak se sa që kemi leju na, po si mesatare domethënë ka dalë që vlerësimet e rregullatorit kanë qenë shumë ngurta në raport me kërkesën që ka qenë, në raport me çmimet që I ka paraportuar çmimi I tregut. Do të thotë, këto dallime janë të domosdoshme dhe obligative në raport me bazën legale që ka rregullatori që mund njoftë në tarifat e energjisë elektrike. Ndërsa këtu e shohim trendet se si kanë shku në raport me çka kemi realizuar dhe çka kemi parashikuar, po edhe parashikimin për vitin 2024. Do të thotë, shpesh kemi edhe shkrime për shkak ndoshta mos informimit sa. Dallimet e mëdha nuk janë në volum, janë në çmim. Do të thotë, na këtë kemi kon dëshmitar, se gjatë fundit të vitit të kaluar dhe fillimit të këtij viti, kërkesa për energji elektrike ka rrinë norma ekstreme, domethënë ka rrinë deri në 1500 megawatt për orë, që s'ka qenë në asnjë ditë vitit. Kështu që Keku, si generator publik, ka gjeneruar energji elektrike për me mbulu nevoja aq sa ka pas mundësi të furnizuesit me shërbim universal, ndërsa operatori I sistemit të shpërndarjes dhe operatori të rregullt kanë qenë të detyruar si pjesën më të madhe të importit të energjisë elektrike ta bëjnë në tregjet ndërkombëtare. Do të thotë, gjatë gjithë vitit, edhe gjatë fillimit të vitit, jemi mundu maksimalisht pavarësisht kostos që konsumatorët me pas energji elektrike. Për arsye se ne mendojmë që kostot do të jetë më mëdha si për biznesin, si për konsumatorët, por nuk e kanë,
një energji që është domosdoshme dhe etike për zhvillimin e biznisit dhe zhvillimit të jetës së njerëzve që kemi përgjithësi, se sot në momentin kur e kanë duhet të pagu për kostën e cila ka shkaktuar. Në secilën do rrethonë, do thotë rregullatori e ka për obligim, që kjo është esenca kryesore, që rregullatori nuk ka dëshirë dhe as nuk ka vullnet asnjëherë që me vendos një barë të qytetarët e vendit tonë për cilën nuk ka arsye dhe nuk është e shkaktuar. Janë institucione tjera të cilat mundin me subvencionu çmimin e energjisë elektrike nëse ai konsiderohet që është i papërballueshëm për qytetarët e vendit. Por rregullatori në aspektin ligjor, nëse nuk e reflekton kostën ashtu që është shkaktuar dhe në formën në përputhje me ligjit, atë rregullatori bëhet shkenci ligjit. Dhe rregullatori nuk guxon me shkel bazën legale për cilën është themelu dhe për cilën i ka menuar anëtarët e bordit në zërrej që me mujt me funksionu edhe mujt me kriju një treg transparent, të hapur dhe në përputhje me kërkesat dhe me posponizim vazhdueshëm në energji elektrike. Ju e keni pa dhe në raportin konsultativ që këtu e kemi paraqitur edhe komentet që rregullatori i ka pranuar, domethënë janë pikun 396 komente që rregullatori i ka pranuar prej qytetarëve të ndryshëm, bizneseve, qytetarëve që kanë qenë komente të ndryshme në forma të ndryshme në zonën e rregullatorit për energji, e që rregullatori secilit koment do t'i jap edhe përgjigjen e duhur, ato përgjigje do bëhen publike, ndërsa komplet qëllimi i takimit, i këtij takimi ka qenë takim teknik për mi tregu shkaktarët kryesor që e kanë bërë që tyrat e ligjit maksimale të shkaktojnë një rritje mesatare të tarifave të energjisë elektrike, i cili ende është propozim, ende nuk është vendim. Vendimarrja bëhet vetëm atëherë kur Bordi i Zyrtarisë Rregullatorit për Energji vendos në takim publik. Janë gjitha mediat siç jeni sot, mund të bëhen edhe ditë, takimi është nuk mund me thonë që takimi është i mbyllur, atëherë edhe nuk mund me thonë që s'mundi me gjithu takimi, për shkak se ligji obligon që takimi. Ndërsa takimi i sotëm ka qenë më shumë informues mesatare, për pritet një rritje për 15%. Kjo rritje për 15%, si që po më dhe në prezentim, janë shkaktarë, dhe shkaktari kryesor edhe shkaktari kryesor është çmimi që ka ndodhur në bursat e energjisë elektrike dhe për cilën Kosova e ka. Kjo shkaktari kryesor do të thotë nuk ka përshtatje tjera që kanë diku në këtë 15%, që jeni të sigurt që edhe në raport me investimet, edhe në raport me vlerat tjera të efikasitetit, edhe në raport me lakërën e vendile, rregullatori i ka njohur vetëm ato që i ka njohur gjatë procesit të shështimeve periodike. Do të thotë, për sqarim ta kemi të qartë. Çdo investim i cili miratohet prej rregullatorit hyn në tarifa në momentin kur konsumatorët marrin shërbim prej atij investimi. Lakurja e nivelit humbjeve, çdo mesatare e nivelit humbjeve që rregullatori e ka përcaktuar dhe e ka vendosur është në ato parametra dhe çdo volum i energjisë elektrike tjetër nuk paguhet për konsumatorët për barrën e vet ndërmarrja. Në këtë rast është hera e parë që prej vitit 2013 kur ka ndodhur privatizimi, që operatori i sistemit të shpërndarjes ka arrit në parametra që i ka vendosur rregullatori për zotëlimin e humbjeve.